Përshëndetje Bresha. Përshëndetje diaspora shqiptare. Të dashur bashkëdhëtar, të dashur miq, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. I nderuar strategu i fushatës së Partisë Demokratike, zoti Kris Lasivita. I nderuar kryetari i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu. I nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj, Fisnik Qosja. Të nderuar deputet, ju falenderit nga zemra për praninë tuaj këtu në Bresha dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Sa po hyra në këtë sallë, përjetova atë ndjesinë që vetëm shqiptar din ta japin, një ndjesi force, zemre dhe shpresë. Sepse Shqipëria nuk është vetëm në Tiranë. Shqipëria është edhe këtu në diasporë. Shqipëria është në zemrat tuaja, në çdo sakrificë dhe në çdo ëndër që keni mbajtur gjallë larg vendit tuaj. Edhe unë si shumë për ju lash vendin tim me ëndrrën për të ndërtuar një jetë më të mirë, pa e humbur kurrë lidhjen me atë lejon. Në Itali studiova, punova, vazhdova pasionin tim politikën, duke bërë dhe këshilltar komunal në Rovato, Brescia, për të përfaqësuar drejtësisht shqiptarët. Por mbi të gjitha mbeta shqiptar. Dhe sot jam këtu si njëri nga ju që nuk duron më të shoh Shqipërinë të zbrazet, të villet, të shkatrohet nga një klik që ka kthyer pushtetin në pronë personale. Shqipëria ka 12 vjet që po zhytet në errësirë, 12 vjet ku pasuria ka kaluar në duart e pak oligarkëve, 12 vjet ku rinia po largohet me valiçe pa kthim, 12 vjet kur varfëria dhe papunësia ka kopllosur vendin, 12 vjet rënimi ekonomik. Por sot diçka po ndryshon. Sot shqiptarët kanë një arsye për të shpresuar sërish. Partia Demokratike me në krye kryetarin ton, zoti Sali Berisha, lidin historik që rrethanat e detyruan të kthehej në betejë, jo për veten, por për Shqipërinë, ka ringjallur shpresën tek të gjithë ne. Ky bashkim nuk është thjesht një aleancë politike, është bashkimi i shpresës me guximin, është bashkimi i popullit me dinjitetin kombëtar, është bashkimi i njerëzve me të ardhmen. Është bashkimi që u thot shqiptarëve, nuk jeni vetëm, jemi me ju. Ti themi stop me 11 maj kësaj qeverie të korruptuar. Ti themi stop kësaj Shqipërie që zbrazet çdo ditë, dhe të gjithë së bashku ta bëjmë Shqipërinë mallështore. Sot më shumë se kur kemi nevojë për një kthesë historike. Sot për herë të parë në histori diaspora ka zë, ka votë, ka fuqi. Dhe është koha të mos jemi më vetëm spektator. Tani është rradha jonë të marrim pjesë, të zgjellim, të ngrejmë zërin, të shpëtojmë Shqipërinë. Ju që jeni regjistruar, së shpejti do të merrni fletën e votimit. Mos e lini pas dore, mos heshtni. Vota juar për numrin 1 dhe për Partinë Demokratike ka peshën e një revolucioni paqësor. Ju që nuk jeni regjistruar, ju ftoj nga zemra, ejani në Shqipëri. Ejani dhe votoni për të ardhmen e atë leut. Ejani të rikthejmë shpresën në vendin ton, nuk ka Shqipëri pa ju, nuk ka ardhmëri pa diasporën. Të dashur motra dhe vëllezër, unë e them për herë, por nuk ka më bukur të përfaqësosh bashkom si tu. Nuk ka më bukur të përfaqësosh diasporën e mrekullueshme shqiptare. Diaspora kësaj rradhe është për atë lejon. Diaspora është për ndryshimin. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Zoti bekoft Shqipërinë. Fitore!